Soditja dhe enigma trup-mendje. Studimi i botës së brendshme psikologjike e mendore të qenieve njerëzore na ballafaqon me një nga pyetjet më të vështira të njerëzimit, cila është lidhja midis trupit dhe mendjes. Përgjigjja e kësaj pyetje është një përzierje mendimesh psikologjike, besimesh fetare, ulumtimesh psikologjike, kërkimesh edhe gjetjesh biologjike organike, lidhur me njerëzimin në përgjithësi, posaçërisht mendjen njerëzore dhe sistemin e saj nervor në veçanti. Shurtimi i kësaj çështje me njëtësi është qartësisht për te kufive të këtij libri. Megjithatë është e pamundur të shmangemi një kundërshtie madhore, e cila është e rëndësishme në hetimin ton rreth soditjes islame nga këndvështrimi i studimeve psikobiologjike. Ndonë se dim shumë pak rreth veprimtarive të trurit të njeriut, materialistët pohojnë se qeniet njerëzore nuk zotrojnë mendje, vetëm nëse kjo fjalë nënkupton trurin brenda kafkës. Ata gjithashtu pohojnë se atë që ne e quajmë mendje nuk është asgjë tjetër, veçse pasqyrime dhe përkthime të ndryshimeve kimike brenda një minute të trurit dhe rrajet e tij elektronike nervore. Këta e përligjin me faktin se mendimi i njerëzve, ose më saktë, krejt karakteri i tyre ndryshon nëse truri dëmtohet. Ky qëndrim është i mbështetur dukshëm nga psikolog laik. Grupi kundërshtar pohon se ka një mendje, e cila kontrollon trurin, rrjedhimisht sjelljen dhe mendimin e njeriut. Udhëheqësi i këtij grupi është John Eccles, i cili fitoi çmimin Nobel për kërkimin e tij të shquar në sistemin nervor. Ky dietar dhe shkencëtarët që e përkrajnë atë pohojnë se ulumtimet e tyre në veprimtarinë e trurit të njeriut dhe sistemin e tij nervor mund të shpjegohet plotësisht nga prania e një mendjeje, të një kuptimi shpirtëror, apo siç e quan Eccles, një mendje e vetëdijshme. Ata shkojnë më tej, duke thënë se kjo qenie jo materiale zotron tërësisht veprimtarinë nervore dhe sjelljen njerëzore. Nëse truri do të ishte vetmja njësi që drejton sjelljen dhe njohjen njerëzore në vimësi, siç pohojnë materialistët, askush nuk do të mundte ose nuk do të mundte të gjykonte një mendim ose veprim të marrë nga truri i tij. Mirëpo qartësisht nuk është ashtu. Nëse për shembull një vullnetar mashkull nxitet me ngacmimin elektrik në një pjesë të caktuar motorike të kores së trurit, ai do të kundërveprojë me një lëvizje të papërmbajtur të krahut të tij, edhe nëse i është thënë të mos e lëviz krahun. Nëse ngacmimi elektrik në tru përsëritet, ai do ta shohë krahun të lëviz, pa marrë parasysh dëshirën e tij. Nëse kjo vazhdon të përsëritet, ai do të përpiqet ta ndalojë lëvizjen e atij krahu me krahun tjetër. Nëse kjo do të bëhej në trajt eksperimenti, Eccles do të thoshte: nëse truri do të ishte trupi i vetëm drejtues, atëherë vartësi nuk do të kishte mohuar atë që do të kishte urdhëruar truri. Mirëpo, nga që nuk është ashtu, atëherë pse lëvizi krahu? Dhe çfarë u përpoq ta ndalonte atë? Duket qartë që lëvizi truri dhe mendja u përpoq ta ndalonte. Eccles dhe plot dietar të tjerë shpesh përdorin anën pamore të marrëdhënies midis një qendre përçimi dhe një ekrani televizori për të shpjeguar marrëdhënien midis mendjes edhe trurit. Sipas Eccles, mendja e vetëdijshme jo materiale vazhdimisht i hedh një sy, zhbiron dhe zotron trurin. Nëse truri dëmtohet, apo nëse njeriu është i pavetëdijshëm, mendja do të vazhdojë të bëjë punën e vet, por përfundimi do të varet në cilësinë dhe dobinë e marrjes së valve nga truri. Në mënyrë të ngjashme, nëse një ekran televizori dëmtohet, pamjet e përçuara do të shtrembërohen ose do të zhduken tërësisht. Prandaj të thuar se truri është i vetmi përfaqësues që ka lidhje me këtë punë, është një këndvështrim naiv, siç është besimi i një fëmije të vogël se njerëzit edhe pamjet që shfaqen në ekranin e televizorit janë në të vërtetë brenda tij. Ky ishte saktësisht përfundimi në të cilin mbërriti mbesa ime e vogël, 4 vjeçare, Amina, kur i thash që i ftuari ynë, Hamid Umar al-Imam, ishte sheiku i shuar që thërriste Kuranin çdo mëngjes në radio Omdurman. Ajo më pyeti: "Daj, po si është e mundur që një njeri kaq i madh të futet brenda një radioje të vogël?" Në vëllimin mbres lënës që Eccles ka shkruar me filozofin e njohur Karl Popper, autori i afrohet shumë pajtueshmërisë me besimin fetar, lidhur me përjetësinë e shpirtit. Si një shkencëtar pa paragjykime, i bindur nga hulumtimi i tij rreth pranisë së një mendjeje të vetëdijshme, ai pyet veten:
Çfarë ndodh me këtë mendje pas vdekjes? Siç e ka mbrojtur Ekles, ajo çfarë ndodh pas vdekjes në tru është pyetja përfundimtare, e cila do të vazhdojë të ndjek nga pas dietarët edhe laikët. Ajo do të na shastis për gjithmonë, nga që Zoti urdhëroi që njohuri të rreth trajtës së vërtet të shpirtit, se si ai ndërvepron me trupin dhe çfarë ndodh me të pas vdekjes, do të ishin një fshetë e ruajtur rreptësisht e kufizuar prej nesh në këtë botë. Me të vërtetë, nëse dim se çfarë ndodh pas vdekjes, domosdoshmërisht, ajo do të shpaloste të fshetën e shpirtit dhe shpirtërores, dhe nëse kjo ndodh, atëherë gjithë bindja fetare e kësaj jete, si një vend prove, do të zhvlerësohej. Kur e pyetën për gjendjen shpirtërore, profeti Muhammed alayhis salam, i erdhi shpallja si vijon. Do të të pyesin ty për shpirtin, thua ju. Shpirti është çështje që i përket vetëm Zotit tim, ndërsa juve nuk ju është dhënë vetëse pak dijeni. Kur'an 17:85. Kështu që njohja e vërtetë e shpirtit është e pambërritshme. Për këtë arsye, Islami e ndit muslimanin besimtar t'i përqendrojë përpjekjet e tij për të njohur atë çfarë është e mundur të njihet. Përgjigjja e plotë e kësaj pyetje, si pasojë, do të mbetet e pamundur. Disa dietar mund të besojnë se përpjekja për ta trajtuar këtë dukuri thjesht nga këndvështrimi biologjik mund të jetë më i lehtë dhe shkencërisht më i drejtë për drejtë se sa këndvështrimi jo material, filozofik, fetar e psikologjik. Megjithatë, e vërteta e kësaj çështje është që këndvështrimi biologjik nuk është më pak i ndërlikuar, përkundrazi, madje mund të jetë më i ndërlikuar, nga që një hetim i thellë i bërë në biologji apo fizik shpesh herë mund të përfundojë në një qasje filozofike dhe shpirtërore. Në librin e tij të vyer The Psychobiology of the Mind, Utal thotë se të gjitha kërkimet edhe zbulimet bashkohore lidhur me përdorimet e trurit njerëzor nuk na kanë afruar më pranë zgjidhjes së problemit të marrëdhënies midis trupit edhe mendjes. Në të vërtetë, ato thjesht kanë sjellë në vëmendje pyetje të reja, pyetje themelore të shtruara nga Aristoteli më shumë se 2000 vjet më parë, vazhdojnë të presin një përgjigje të kënaqshme. Një ndërlikim tjetër i krijuar nga kërkimet bashkohore biologjike rreth marrëdhënies midis trupit edhe mendjes është puna që bën zemra në ndikimin e trurit dhe trajtësimin e sjelljeve nervore. Sipas Joseph Pearce, në librin e tij Evolution's End, zemra e njeriut është më shumë se një pemë. Është organi që paralajmëron trurin të kundërveprojë në mënyrën e duhur. Përquesit nervor që luajnë një rol të rëndësishëm për vënien në punë të trurit janë gjetur në zemër. Ai thotë, veprimet në zemër u paraprim veprimeve të trupit dhe trurit. Tashmë ne e dim se zemra zotron dhe udhëheq veprimin trunor përmes përquesve në trajt hormonesh dhe ndoshta përmes një energjie kuantike të storolluar ndërlidhse. Nëse ajo çfarë thot Pearce është e vërtetë, atëherë zemrat plastike të vendosura nuk do ishin në gjendje të bënin atë që bën një zemër e vërtetë apo e zëvendësuar. Gjithashtu, kjo do nënkuptonte që një njeri të cilit i zëvendësohet zemra me një tjetër, në një farë mënyre, do të cillej në mënyrë të ngjashme me atë që e ka dhuruar, dhe së fundmi duhet të ketë disa fakte shkencore për ndikimin e parashtruar, të papërcaktuar apo zotrimit nga larg të zemrës mbi trurin dhe trupin. Lidhur me çështjen e dytë, Pearce pohon se megjithse zemra është e udhëhequr nga një rregull më i lartë energjie apo nga shpirti sipas besimit islam, sjellja e njerëzve me zemër të zëvendësuar shpesh pasqyron në mënyrë vendimtare sjellje të caktuara të atij që e ka dhuruar. Kurse lidhur me mundësinë e papërcaktuar, ai e drejton lexuesin tek eksperimentet bindëse në të cilat dy qeliza të marra nga zemra mbikëqyren përmes mikroskopit. Në eksperimentin e parë, gjatë të cilit qelizat ndahen nga njëra tjetra, ato thjesht dridhen derisa vdesin. Megjithatë, kur qelizat të ngjashme vendosen pranë njëra tjetrës, rrahin njëkohësisht së bashku. Ato nuk kanë nevojë të preken, nga që ndërlidhen përmes një pengese hapësinore. Zemra jone, përbërë nga miliarda qeliza të tilla që ndërveprojnë si një e vetme, është në udhëheqjen e një zgjuarësie më të lartë, të papërcaktuar në hapësirë. Pra, ne kemi fizikisht një zemër dhe një tjetër më të lartësuar, zemrën e përgjithshme. Shtegu ynë drejt kësaj të dytës është i mundshëm kryesisht përmes së parës. Sipas Pearce, kur jemi në një njohje të thellë shpirtërore, atëherë jemi duke tërhequr nga zemra jonë
shpirtërore e përgjithshme, e cila ndikon tek zemra fizike, që ndërlidhet me trurin ton dhe ndikon në veprimtaritë njohëse. Kjo në një farë vlerësimi, shumë e ngjashme me pikpamjet e Ebu Hamid Ghazali në punën e tij të jashtëzakonshme, Ihya Ulumuddin, përmes së cilës qartësisht ai shpjegon se megjithse zemra shpirtërore, e cila është qendra zotëruese e shpirtit, është ndryshe nga zemra fizike e njeriut, prapse puna e saj është e lidhur dhe e drejtuar prej saj. Tashmë shihet qartë se si një ligjërat biologjike shndrohet në një bashkëbisedim fetar. Megjithatë, siç sqaron Utal, pa marrë parasysh përparimet e kohëve të fundit të shkencës dhe teknologjisë, vazhdojmë të jemi të paditur rreth mënyrës se si sistemi nervor ushqen qenjet njerëzore me vetdijen e tyre dhe me ndjesinë të qenit, të cilat janë gjërat më të çmuara. Kjo besoj është vërtet një çështje që kërkon soditje dhe përshtatje rreth krijimit edhe vetë thelbit të soditjes në të gjitha këndvështrimet psikologjike, shpirtërore, sjellje njerëzore e tjerë. Këto pyetje janë shtruar shkurtimisht nga poeti sudanez Yusuf Beshir El Tijani, i cili i drejtohet mendjes në poemën e tij Profetët e së vërtetës. Zot më dhuro hijeshin tënde, sa e përkryer është dora jote, e fshet hajmalia e çuditshme e quajtur mendje nga ju në përjetësi. Kush i dha kuptim jetës dhe kush e drejton atë? Zot më dhuro hijeshin tënde, këtë mendje kush e bëri të padukshme për ne? Qëndësia e saj, e fshehur nga vetvetja, mos është lakuar me kalimin e kohës, apo vazhdon të jetë thelbësore. O mendje, o mashtrimi i mendjes, a ke një pohim më të mirë ti vetë, o fuqit që shkatërroni dhe ndërtoni jetë dhe mund ta ktheni botën në pluhur e hi. Kurani dhe soditja e krijimit të Zotit. Soditja e krijimit të Zotit është një ndër mënyrat më madhështore të adhurimit në Islam. Prandaj nuk është çudi që shumë vargje kuranore nxisin këtë veprimtari, duke përdorur mënyra të ndryshme, me qëllim që të joshin çdo lloj gjendje shpirtërore dhe natyre njerëzore. Qëllimi është i largojë njerëzit nga shisat e plogështisë, shprehjet e këqija dhe pajtimi me të mërzitshme, si edhe t'i nxisin ata për të dëshmuar shenjat e Zotit të vet në gjithësi, me mbretësi edhe shpirt mbreslënës. Disa nga mënyrat kryesore janë si vijojnë: frymëzimi nga natyra e Zotit dhe vetitë e tij të lartësuara. Soditja e vërtet islame mund të burojë vetëm nga zemra që beson në Zot dhe nga mendja që i nënshtrohet atij dhe vetive të tij të lartësuara. Ky është besimi i palëkundur se Zoti është një dhe vetëm një, teuhid. Ky besim dëshmon se i plot fuqishmi është një dhe vetëm Zoti që ka krijuar, sundon dhe mban të bashkuar gjithësinë. Çdo lloj mënyre tjetër soditje, bukurisë dhe madhështisë së qiellit dhe tokës do të shqyrtohej si ateizëm apo politeizëm shirq, sepse soditësi nuk do të pranonte Zotin, pa folur për lavdërimin edhe falenderimin e krijuesit. Për këtë arsye shpeshherë Kurani e përsërit këtë mësim duke përmendur cilësitë e lartësuara të Zotit. Thuaj, ai është Allahu Xheleshanuhu, një e i vetëm. Ai është absoluti, të cilit i përgjërohet gjithçka në amshim. Ai as nuk lind, as nuk është i lindur, dhe askush nuk është i barabartë, ai krahasueshëm me atë. Kuran 112:1-5. Ai është Allahu Xheleshanuhu, përveç të cilit nuk ka Zot tjetër, të denjë për t'u adhuruar, njohusi i së dukshmes dhe i së padukshmes. Ai është i gjithëmëshirshmi, mëshirploti. Ai është Allahu Xheleshanuhu, përveç të cilit nuk ka Zot tjetër, të denjë për t'u adhuruar. Ai është sunduesi, i shenjti, i pastër nga çdo emet, paqëdhënësi, dhënësi i sigurisë, mbikëqyrësi mbi gjithçka, i plot fuqishmi, imponuesi, madhështori. Qofti lartësuar Allahu Xheleshanuhu mbi gjithçka që ja shoqërojnë atij në adhurim. Kuran 59:22-24. Ai është krijuesi i qiejve dhe i tokës. E si mund të ketë ai fëmijë, ndërkohë që nuk ka bashkëshorte? Ai ka krijuar çdo gjë
dhe është i dijshëm për çdo gjë. Ky është Allahu Xheleshanuhu, Zoti juaj. Nuk ka Zot tjetër të vërtet përveç Tij, krijuesi të çdo gjëje. Andaj adhuroni vetëm atë. Ai është mbikëqyrës i çdo gjëje. Shkrimet njerëzore nuk mund ta arrijnë atë, ndërkohë që ai i arrin shikimet e të gjithëve. Ai është bamirës i pakufi dhe di çdo gjë. Kuran 6:101-103. Është e rëndësishme të tregojmë besim të patundur tek Zoti përpara se të nisim udhtimin shpirtëror të soditjes islame, sepse besimi do ta ndriçojë rrugën e besimtarit dhe do të jetë një parandalim i rrënjosur që ai të mos shkojë në rrugë të paditur. Gjithashtu Kurani përdor arsyetime të tjera për të drejtuar besimtarët gjatë ndërmarrjes së tyre shpirtërore. Shpeshherë përfytyrimet madhështore shërbejnë për t'u rikujtuar atyre që ende nuk janë të gatshëm dhe që zemrat e tyre i kanë të ngurtësuara. Sjellja ndërmend e përkrahjes së Zotit. Kurani përpiqet ta zbuzë shpirtin e njeriut në shumë mënyra. Një nga këto mënyra është të përmendurit e mirësisë dhe përkrahjes së Zotit. Soditja e këtyre mund të prodhojë një ndjenjë të thellë mëshire dhe dashurie. Kafshët, ai ka krijuar për ju. Nëpërmjet tyre ju siguroni rroba të ngrohta dhe dobi të tjera. Prej tyre ju ushqeheni. Kuran 16:5. Është ai që zbret nga qielli shi, i cili ju siguron ujë për të pirë dhe bën që të rriten bimët, që shërbejnë si ushqim për kafshët. Nëpërmjet tij, ujë rriten të lashtat, ullind, palmat, rrushi dhe fruta të shumëllojshme. Ktu ka vërtet tregues të fuqisë hynore për njerëzit që kuptojnë. Kuran 16:10-11. Ai ka bërë që ju ta shfrytëzoni natën dhe ditën, diellin dhe hënën, edhe yjet janë vënë në shërbimin tuaj me urdhrin e tij. Një mend në këto ka shenja për njerëzit që mendojnë. Ai ka krijuar në tokë për ju çdo gjë me ngjyra dhe cilësi të ndryshme. Natyrisht që në këto ka shenja për njerëzit që u avën veshin. Është ai që ju ka vënë në shërbim detin, që ju të hani prej tij mish të freskët dhe të nxirrni nga ai stolit që mbani, ti e shese si anijet e çajnë atë, që ju të kërkoni mirësitë e Allahut Xheleshanuhu dhe të jeni mirënjohës. Ai ka vendosur male të palëvizshme në tokë, që ajo të mos tundet bashkë me ju. Ka krijuar lumenja e rrugë për të arritur aty ku ju synoni. Ai ka vënë edhe shenja të tjera, si yjet, nëpërmjet të cilave njerëzit orientohen. Atëherë, a është njësoj si ai që krijon, si ai që nuk krijon? A nuk po merrni vesh? Nëse do t'i numëronit mirësitë e Allahut Xheleshanuhu, nuk do të mund t'i llogarisnit ato. Allahu Xheleshanuhu është vërtet falës dhe mëshirëplot. Kuran 16:12-18. Ky rikujtim për të soditur mëshirën e dashurisë së Zotit kundrejt njerëzimit dhe të gjitha krijesave që banojnë në rruzullin toksor, menjëherë i zbut zemrat atyre që janë të ndjeshëm, vlerësues dhe të mençur. Sa për atë që sytë dhe shpirtrat e tyre nuk i kanë afër thirrjes hynore për soditje, Kurani i përshkruan ata në vargje të tilla si më poshtë. Thuaj, shikoni çka në qiell dhe në tokë, por shenjat edhe qortimet nuk u bëjnë kur farë dobie njerëzve që nuk besojnë. Kuran 10:101. E sa shumë shenja ka në qiell dhe në tokë, pranë të cilave ata kalojnë pa u vënë veshin. Kuran 12:105. Shenjat e pafund të krijesave të mrekullueshme të Zotit, siç shkruan Yusuf Ali në komentimin e vargut të fundit, janë të shpërndara fjalë për fjalë, kudo në natyrë, përmes krijimit, për të gjithë ata që kanë sy për të parë. Prapse njeriu është kaq kryelar, saqë të largojë sytë e vet nga këto shenja. Shpirtra kaq të pandjeshëm edhe të pamëshirshëm kërkojnë një qasje të ashpër për të shkundur qëndrimin e tyre të paarsyeshëm. Qortime për shpirtrat e pamëshirshëm. Tingëllimi i qortimeve të tilla shpeshherë është theksuar edhe përforcuar me kërcënime. Shumica e këtyre vargjeve
fillojnë me pyetjen, nuk e kanë parë ata? Ose nuk shohin ata? Vallë, a nuk shohin ata çfarë ka para tyre e pas tyre? Në qiell edhe në tokë, sikur të donim ne, do t'i fundosnim ata në tokë, ose do t'hidhnim mbi ta copa nga qielli. Me të vërtetë, në këtë ka shenjë për çdo rob që kthehet tek Allahu xhaleshanuhu me pendes. Kur'an 34:9. Vallë, a nuk i shohin dhe vetë se si janë krijuar? Po qiellin se si është ngritur, po malet se si janë vend të patundur, po tokën se si është shtrirë. Kur'an 88:17-20. Shumë nga këto vargje vijnë nga rrëfimet kuranore ose fjalët e profetëve. Për shembull, Nuhu qortoi jo besimtarët në mes të popullit të vet me fjalët në vazhdim. Që është kështu me ju, që nuk e madhëroni Allahun xhaleshanuhu siç duhet, duke e pasur frikë, ndërkohë që ai ju ka krijuar në etapat e embrionit. A nuk e shihni se si Allahu xhaleshanuhu i ka krijuar 7 qiell, njëri mbi tjetrin, dhe në ta ka bërë hënën dritë, kurse diellin e ka bërë fener. Kur'an 71:13-16. Lavdërime për të përkushtuarit. Anasjellas, disa vargje ofrojnë nxitje dhe lavdërim për të vëmendshmit, të cilët nuk shohin asgjë në këtë botë, që të mos u mësojë atyre një mësim dhe rikujtojë atyre për krajen e pafund të Zotit. Këta janë të përkushtuarit, që çojnë Zotin në përmend në çdo lloj gjendje trupore ose mendore, shpirtërore. Me të vërtetë, në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe në ndërrimin e natës e të ditës, ka shenja për mendarët, për ata që e përmendin Allahun xhaleshanuhu, duke qëndruar në këmbë, ndenjur ose shtrirë, dhe që meditojnë për krijimin e qiejve dhe të tokës, duke thënë: O Zoti ynë, ti nuk i ke krijuar kot këto, lartësuar qofsh nga çdo emet, prandaj na ruaj nga ndëshkimi i zjarrit. Kur'an 3:190-191. Thirrje për shije të lindura estetike. Kur'ani gjithashtu i shtyn njerëzit të sodisin shenjat hynore në gjithësi, duke zgjuar shijet e lindura estetike brenda tyre. Vargjet në vijim kanë për qëllim të ngjallin ndjenjat dhe emocionet e vërteta njerëzore që të mundsojnë ata të vëzhgojnë bukurinë e çdo gjëje në tokë, qoftë ajo në ngjyra dhe hije të ndryshme, pemë apo kafsh, qoftë në sende pa jetë. Valla, nuk e sheh ti se si Allahu xhaleshanuhu e lëshon ujin prej qiellit edhe nëpërmjet tij krijon fruta llojesh e ngjyrash të ndryshme. Nëpër male gjenden shtigje të bardha dhe të kuqe, ngjyrash të ndryshme dhe krejtësisht të zeza. Njerëzit, kafshët edhe bagëtit janë llojesh të ndryshme gjithashtu. Në të vërtetë nga robërit e tij, Allahu xhaleshanuhu i friksohen vetëm dietarët që e dinë se Allahu xhaleshanuhu është vërtet i plot fuqishëm dhe falës. Kur'an 35:27-28. Ne gjithashtu gjejmë vargje ku i plot fuqishmi, pasi shfaq përkrajen ndaj njerëzimit në krijimin e gjedhit përmjet jetese dhe përdorim, ju a kujton skleverëve të tij të soditin bukurinë e tyre. Kafshët ai ka krijuar për ju. Nëpërmjet tyre ju siguroni rroba të ngrohta dhe dobi të tjera. Prej tyre ju ushqeheni dhe shikoni pamje të bukura, kur i ktheni nga kullota dhe kur i nxirrni në kullot. Kur'an 16:5-6. Ai i cili ka përsosur çdo gjë që ka krijuar, ai e ka filluar krijimin e njeriut prej baltës. Kur'an 32:7. Në veprën e tij të rëndësishme, Fi Zilal al-Quran, in the shade of Quran, Qutb e shpjegon këtë varg të fundit me fjalët prekse si vijon: Kjo botë është e bukur, bukuri e pashtershme. Njeriu mund ta rroki dhe shijoj këtë bukuri si të dojë ai, dhe aq sa krijuesi i botës dëshiron. Përfaqësuesi i bukurisë në këtë botë është i brendshëm. Për kryeshmëria e krijuesit
është e dukshme në bukurinë e çdo organi dhe çdo krijese. Shikoni bletët, lulet, yjet, natën, mëngjesin, hijet, ret, këtë muzikë që pushton tërë gjithësinë, të harmoni të plotë dhe të përkryer. Është një udhtim i këndshëm në gjithësinë e bukurisë dhe përkryeshmërisë. Kurani tërheq vëmendjen tonë drejt të gjitha këtyre, kështu që ne mund ta peshojmë dhe shijojmë atë. Prandaj, ai i cili ka bërë gjithçka, që ai vetë e ka krijuar më së miri, është një varg që ngjall shpirtin për të gjurmuar pikpamjet e bukurisë dhe përkryeshmërisë në këtë gjithësi madhështore. Besimi i të plot fuqishmit në krijimin e tij. Sido që të jetë, pika më e rëndësishme e cila lartëson statusin e soditjes është se Zoti vetë betohet për disa nga krijesat e tij. Kjo është thirrja më madhështore për të peshuar mbi krijesën e tij, të hetojë thellësinë e tij, të mendojë thellë rreth përmbajtjes së saj. I plot fuqishmi betohet në mëngjesin, mesditën, muzgun, hënën, fisht edhe ullim. Ai betohet në erërat, yjet, qiellin, pushimin e ditës dhe rënien e natës. Nuk ka dyshim se renditja e lartë që Islami i jep soditjes është ajo që çoi besimtarët dhe të dëlirë, si për shembull Hasan Basriu, të pohojnë se një orë soditje është më mirë se gjithë natën vëmendje në adhurim, si edhe për kalifin Emevit Omer ibn Abdulaziz, të thotë që të kujtohesh për Zotin është punë e mirë, por soditja e Zotit është mënyra më e mirë e adhurimit. Nxitja islame e vetë soditjes. Padituria e njerëzve lidhur me veten e tyre si dhe dështimet e tyre për të soditur dhe hulumtuar punët e njerëzimit janë shqyrtuar nga Islami si shembuj të ndritshëm të pakujdesisë dhe mungesës së vëzhgimit të njerëz prej shenjave më madhështore të Zotit në gjithësi. Kur Islami nxit njerëzit të soditin qiejt, detet, malet edhe lumenjt dhe të mendojnë thellë në atë çfarë Zoti ka krijuar për të mirën e njerëzimit, çfarë mund të thuhet atëherë rreth soditjes lidhur me krijimin e qenies njerëzore, përpara së cilës Zoti i detyroi ëngjëjt e tij të gjynjëzohen dhe përpara të cilit nënshtroi gjithçka që gjendet në qiell dhe tokë. Ndërkohë që ka shumë vargje kuranore që nxizin përsjatjen për tokën dhe qiellin në përgjithësi, ku qeniet njerëzore mendohen si krijesat më të rëndësishme. Gjithashtu ka edhe shumë vargje që lidhen veçanërisht me soditjen e krijimit të njerëzimit. Siç kemi thënë më parë, Kurani përdor çdo mënyrë për të ngjallur shpirtin e njeriut nga ndjesia e plogështisë dhe mërzisë, me qëllim që të dëshmojë shenjat e Zotit në tokë dhe në qiell, me vëmendje dhe ndriçim mendor. Këto vargje, lidhur me njerëzimin, ndjekin mënyra të ngjashme të nxitjes, me qëllim që t'i përshtaten çdo zemre dhe çdo gjendje shpirtërore. Vargjet në vazhdim janë shembuj të krijimit të njeriut deri në imtësi edhe përkrajes që Zoti u adhuroi atyre me shpirt të butë. Me të vërtetë, ne e kemi krijuar njeriun prej palcës së baltës. Pastaj e bëm atë një pikë, një farë, dhe e vum në një vend të sigurt, mitër. E mandej, pikën e farës e bëm droçk gjaku. Pastaj e bëm cobëz mishi pa formë. Mandej, me atë mish bëm eshtra. Pastaj i veshëm eshtrat me mishe dhe pastaj e bëm atë njeriun, krijesë tjetër, duke i futur shpirtin. Qofti lartësuar Allahu Xheleshanuhu, krijuesi më i përsosur. Kur'an 23:12-14. Thua ju, është ai që ju ka krijuar dhe ju ka dhënë dëgjimin, shikimin dhe zemrat, e megjithatë, ju pak e falenderoni. Kur'an 67:23. Sa për zemërgurët edhe mendje mdhenjt, Kurani u drejtohet atyre me pyetje të ngjashme qortuese. A nuk sheh njeriu se si ne e krijuam atë prej pikës së farës, e megjithatë ai bëhet kundërshtar i hapur? Kur'an 36:77. A nuk ju kemi krijuar nga një pikë lëngu të shpërfillur?
të cilën e vum në një vend të sigurt, të mitër, deri në një kohë të caktuar. Kështu e kemi rregulluar, sa rregullues të shkëlqyer jemi ne, mjerë mohuesit në atë ditë. Kuran 77:20-24. Lidhur me ngjalljen e pikpamjeve estetike të natyrës njerëzore, i plot fuqishmi thot: në të vërtetë, ne krijuam njeriu në trajtën më të përkryer. Kuran 95:4. Ai ka krijuar qiejt dhe tokën me të vërtetën, ju ka dhënë format tuaja dhe ju a ka bërë ato të bukura. Të gjithë tek ai do të ktheheni. Kuran 64:3. Ashtu si Zoti betohet në disa shenja të yllësisë dhe krijimeve në tokë, ai gjithashtu betohet në shpirtin njerëzor. Nganjëherë ai betim është si përmbajtje e shenjave të tij të yllësisë. Herë të tjera lidhet me ditën e gjykimit, lartësimin e shpirtit njerëzor e si pasojë në nivelet më të larta. Surja El Kiame hapet me këtë betim madhështor. Betohem në ditën e Kiametit, betohem në shpirtin qortues. A mendon njeriu se nuk do të mund t'i mbledhim eshtrat e tij? Po si jo. Ne jemi të Zot t'ja ribëjmë bashk, me përsosmëri edhe majat e gishtave të tij. Kuran 75:1-4. Betimi hynor mund të vijë gjithashtu si një zotim për të krijuar një njeri me trup të rregullt, për ta frymëzuar atë me jetë, pasi i drejtohet gjithësisë, ku Zoti betohet në diell e hënë, në ditë e natë, në kupën qiellore dhe tokën e niveluar, për shpirtin edhe për atë që e ka përsosur, duke ja bërë të njohur atij të keqen e të mirën. Vërtet, kushdo që e pastron shpirtin, do të shpëtojë, ndërsa kushdo që e shtyp atë me punë të këqija, do të dështojë. Kuran 91:70. I plot fuqishmi gjithashtu bën një betim në të tjera pikpamje që lidhen me njerëzimin. Për shembull, në një sure të shkurtër por të plot, Zoti betohet në jetë shkurtësinë e racës njerëzore në faqe të dheut, pas së cilës njeriu do të lartësohet në një nivel më të lartë lumturie, ose do të fundoset në ferr. Për kohën, me të vërtet njeriu është në humbje, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. I këshillojnë njëri tjetrit të vërtetën dhe i këshillojnë njëri tjetrit durimin. Kuran 103:1-3. Gjithashtu, Zoti betohet në qeniet e tij të mençura për të mbrojtur të vërtetën e Kuranit, duke marrë si shembull një nga aftësitë më të rëndësishme që ai ja ka dhuruar qenies njerëzore, që do të thotë aftësia e tyre për të folur dhe për të ndërlidhur me njëri tjetrin. Betohem për Zotin e qiellit dhe të tokës, se kjo që ju premtohet është e vërtetë, ashtu siç është të folurit tuaj. Kuran 51:23. Atëherë, këto janë disa nga vargjet e Kuranit që nxisin njerëzit të sodisin vetveten. Në fakt, nëse këto nuk do të tregonin asgjë për mrekullinë e krijimit të Zotit në gjithësi, përveç njeriut, edhe kjo do të ishte e mjaftueshme për t'i shtyrë ata drejt pranimit të pakundërshtueshëm të krijuesit të tyre. Vërtet njerëzit gjithmonë do të mahniten me shpirtrat e tyre, zemrat edhe mendjet e tyre, të cilat janë pikërisht krijesat që i dallojnë ata si qenia njerëzore. Ndonë se këto janë vetëm disa nga përbërësit, ato nuk mund të misherohen në kohë dhe hapësirë, kështu që do të ngelen përtej kuptimit njerëzor. Për ta kuptuar se e kanë të pamundur ta kuptojnë plotësisht veçorinë e tyre, është në vetvete përballja më e madhe që i thërret njerëzit në përulje dhe thjeshtësi. Madje edhe dukuri më të thjeshta psikologjike, ndikimet e të cilave mund të shënohen në laborator, siç janë mësimi, kujtesa, ndjenjat edhe shtysat, ende nuk janë përvetësuar plotësisht nga psikologjia. Ky e fundit vetëm sa i prek pikpamjet e jashtme të thellësisë së tyre të pafund, si një fëmijë që luan në brigjet e pafundme të një oqeani. Përveç kësaj, këndvështrimet e prekshme biologjike dhe materiale të njerëzimit
mund të kuptohen vetëm në nivele sipërfaqësore. Edhe nëse gjithë raca njerëzore do të kalonte gjithë jetën duke hetuar shenjat e Zotit në trupin e njeriut, vetëm do gërvishte pak sipërfaqe. Siç është thënë më parë, truri i njeriut është ende gjëja më e pashpjegueshme e gjithësisë. Të gjitha mbërritjet e turbullta të shkencës vetëm sa e kanë shtuar mahnitjen e njerëzve rreth ndërlikimit të kompjuterit biologjik të mbartur brenda kafkës së njeriut. Benson thot në librin Timeless Healing, truri është kaq i ndërlikuar, kaq vazhdimisht në lëvizje, kaq i shumanshëm edhe kaq i ndërlidhur, saqë të gjitha përpjekjet tona për t'i përshkruar veprimet e tij janë thjeshtëzime. Çdo zbulim të rëndësishëm që bëjmë ne, vetëm sa e sqaron më tej se sa çuditërisht i mirë menduar është truri dhe qarku i tij, ai që na jep jetë dhe shëndet, lëvizje dhe kujtesë, amendësim dhe mençuri. Ai që duket si grumbull qulli i papërpunuar, i mbledh dhe pastaj ruan shënimet e çdo lëvizjeje, çdo frymarrjeje, çdo ngjarje që ka ndodhur ndonjëherë tek ai, apo që do të ndodh, si edhe çdo mendim apo ëndre që ke pasur ndonjëherë apo që do ta kesh. Prandaj thirrja hyjnore që vën në pikpyetje, se si njerëzit mund të jenë kaq të verbër përballë krijesës së mrekullueshme të vetvetes, dhe tek vetja juaj nuk e shikoni? Kuran 51:21. Gjithmonë do të mbetet aq e re dhe sfiduese sa çka qenë kur është shpallur fillimisht. Për ta shpjeguar më mirë këtë varg, do të ishte e përshtatshme ta mbyllnim kreun me një thënie nga Seid Kutub, dhe brenda vetes tuaj, a nuk e shikoni? Njeriu është mrekullia më e madhe në tokë, por ai është i pavëmendshëm për rëndësinë e tij dhe të fshetat e trashëguara, kur shpirti i tij është i pavëmendshëm për besimin dhe kur ati janë mohuar për krajet me bindje të plotë. Ndërtimi i trupit të tij është një mrekulli në të fshetat e trupit të tij, në ndërtimin shpirtëror dhe në misteret e thelbit të tij. Ai është një mrekulli, brenda edhe jashtë, nga që ai përfaqëson përbërësit e kësaj gjithësie. Ti pohon se je një gjithësi vocërrake, ndërkohë që ti përmban një gjithësi madhështore. Kurdo që njeriu e sodit vetveten, ai përballet me të fsheta mahnitse dhe befasuese. Ndërtimi i organeve të tij, vendodhja dhe puna e tyre, mënyra se si ato punojnë dhe zbatojnë të fshetat e shpirtit dhe fuqitë e tij të njohura e të panjohura, mënyra si i ndërton ai idetë dhe mënyra se si ato ruhen edhe mbahen mend, të gjitha këto përfytyrime, ku dhe si janë ruajtur. Ajo çka nuk dihet rreth këtyre përfytyrimeve është pafundësisht më shumë. Pastaj janë të fshetat e njerëzimit në vargun dhe shumimin e tyre. Një qelis mbar të gjitha veçoritë e njeriu, duke përfshirë ato të prindërve dhe stërgjyshërve. Atëherë, ku qëndrojnë të gjitha këto veçori në një qeliz të tillë, kaq të vogël? Dhe si i rikujton ajo qeliz këto imtësi që përfundojnë në riprodhimin e kësaj qenjeje njerëzore të mrekullueshme?